mëngjes nga dita tjetër. Si e bën kafen e mamit? Koni sa i vockël është, shumë i shtrenjtë është, por ja vlen me thënë. Jump! Hajde, qenë ke kombinuar me lullet sot djel. Ozin që në pikë mëngjesit. Tu vrap. Kam haruar t'ju tregoj për lullet, por nuk është momenti akoma. Mbase tek video tjetër ta shikoj. Tani ju kam futur te rafti rroba. Do bëjmë gati uniformat e çapaçulave për nesër, se po lash çdo gjë për nesër, i vije që të çojmë në 5 të mëngjesit. Tutat që kishte sot Roeli, i ka okej. Besoj dhe për nesër, pas nesër kanë ditën pa uniforma, sepse është dita ndërkombëtare e librit, edhe festojnë gjithë javën, po pas nesër është ajo që e kanë pa uniforma. I kam bler këto, ja kam bler për fiskulturë në fakt, se janë të thjeshta të bardha. Edhe i kisha marrë 3 copë, po e paska të hekurosur dhe nuk kam ato tjera të hekurosura, kështu që mund të mbaj këtë. Që amperin ja vendosim edhe Alina e kishte bërë, jo kishte një tjetër, kështu që i vendosa këtë, helar, do i vesh këto tutat, kanë këtë që nuk është e uniformës, mund veshin blu të errët, ose gri, por nuk është se duket shumë edhe është kopësht, kështu që, okej. Edhe janë të ngrota, sepse në mëngjes është goxha ftohtë, edhe trikon e bardhë, që thot është për 4-5 vjeç, po nuk e di, domethënë është më e vogël se kaq. Edhe çorapet të i kemi në rregull. Okej. Alina me siguri i ka veshur. Mund t'i marrim dhe nesër në mëngjes ato. Edhe do t'ju ale këtu, ose më mirë të karikja, se dhe njëherë, shumicën e herëve dhe mund të vishen vetë, po pak me ndihmën time që ta bëjmë më shpejt. Por do t'ja le të karikja që kur t'han mëngjesin, unë vishem, ato mund të fillojnë të vishen vetë. Upsi. Pa, shikoni ju këtu jo. Po këtu. Okej. Ka pak ri andej. Ne do gjejmë çfarë do vesh unë nesër. Kam goxha rroba për të hekurosur, sepse nuk kam hekurosur në fundjavë, por kam dhe goxha rroba të tjera që mund të vesh, kështu që nuk është ndonjë problem i madh. E di që nuk ka ndriçim të mirë këtu ndjes, po nuk e s'kam çfarë bëj për momentin, se e kam gjitur te kapaku i raftit të rrobave. Tani do vesh këto që janë gri dhe vinë të gjëra nga këmbët. Tani këto kanë edhe trikon e vet. Po mbase nuk i vesh me trikon e vet, mbase i vesh me një triko pak më të hollë, se triko e shetrash. Edhe kam atë jelekun e zi ose ngjyrë kaf, çizmet e zeza. Edhe jam në rregull. Lavatriçja po mbaron tani, por nuk do ta vendos të arsen, se kam frikë mos bën zhurmë edhe komshive gjatë natës, se do dhe 2 orë e gjysmë, po t'jetë 1 orë, okej, dhe vendos. 2 orë e gjysmë është shumë, kështu që do i le ta vendos nesër në mëngjes mbase, kur të ikim, edhe kur të vi pastaj i gjej të thara. Edhe e mira është që nuk mbajnë aromë, edhe pse mund të qëndrojë mbyllur kapaku, sepse janë tharë. Edhe me që jam këtu, mora parfumin Si. Shikoni sa i vockël është, shumë i shtrenjtë është, por ja vlen me thënë të drejtën. Nga gjithë parfumrat që kam provuar, ja vlen. Rrobat gati. Nesër vetëm do zgjan do bëj për të ngrënë. Kështu. Tani nuk besoj që kam fuqi të drejtoj flokët, kështu që shumë mundësi të
bëj një topuz edhe shtrive të mbaluket, si thoni ju, nuk janë veç keq. Atë do bëj. Mirë mëngjes nga dita tjetër. Bëra këto pitet. Kam bërë me sallat jeshile, vezë, avokado, djathë, salam tosti, pak tomate, edhe sallat jeshile prapë. Kam bërë 2 copë, edhe do marrë ca ara me vete pak fare edhe do bëj dhe kafen. Shpresoj të dali koha, domethënë. Tani vura pak rrobat te tharsja edhe do ta ndes. Edhe do mbaroj punë kjo, do ta gjej të mbaruar kur të vi. Okay. Zgjedhim të plot edhe ha mami. Pse po e bën kështu kjo? Oh. A e nxjerr te kamera ime, thash çaka. Ja, bën shumë tharsja tani s'më dëgjoni mua, por kështu. E mirë edhe e shëndetshme. Edhe të ngop, edhe të mban, kaq. Se janë 2 për drek. Ikën me lanë këtu. Diell, po ngric akull. Oh my love is a bubbling over. Mi ka fiksu dhe mua Lina këngët që këndon. Oh wow, the day after yesterday. The day after, ta bëjnë ta jo pyetja me quiz. Kush është the day after yesterday? Tomorrow. Sot. Tomorrow. Sot është. E sollëm kokën edhe për sot në shtëpi. S'kemi hyrë akoma brenda dhe Lina u vra. It's okay. It's okay. Oh, syze shtrëmbër. Mora ca gjëra e semprit, sa të kyçetimi afër. Po, nuk mbarojnë ditë për ditë. Këto që i hëngrëm rrugës nga një pako, edhe unë. Kikirik. Kam shumë qef këto, nuk e di janë pak të kripur edhe super të mirë. Mëra këto 2 që ti kemi, se kemi dhe 2 ditëlindje. Edhe ti kemi dhe për gjatë rrugës. Orael, po ndrohesh o mami? Është për t'u larë ajo? Jo, nuk është. E pastër, mund t'a palosësh. Për të premten se nesër keni non, s'keni nevojë të vish një uniformën. Okej, s'kam gjë tjetër këtu. Mora kafe, se kanë mbaruar gati. Jo, pas kemi goxha, po prap tuen se nga që Erioni bën atë Freddo Espresso dhe përdor 3 kapsula ose të paktën 2. Edhe duhen këto. Heqim këtë. Bëjmë këtë kutinë të shkolla, mbushkur ka plot. Një do e bëjmë tani. Kutinë të dërgojmë të shkolla, sepse edhe nga klasa Relit edhe Alinës kërkojnë kështu që bëjnë punime, making e gjëra, edhe dërgova te Alina një qese plot të hënën, kështu që do mbledh ca kutia. Kuti shurupash ose kështu gjërash, se bëjnë, krijojnë gjëra. Unë adhuroj këtë kur mbushet plot. Kam shumë qef. Oh, palaccio. Ta vendosim këtu. Edhe do vendos gjë tek çanta ime, do ta çoj lart se futemi këtu një herë. Pastaj kalojmë te dhoma. Mora ca panine si këto.
Se them që të bëj nesër për vetet e rionin, që ta marrim me vete, të bëj me vezë të skuqur edhe ato biftekët, qoftet e mda, si që bën McDonald's. Për me qesë, paka shumë. Mora edhe vezë, vezët që kisha marrë të turku, ato që janë të bardha, ka jashtë, ishin fantastike, po nuk shkova do të sot që ti merja, nuk më premton koha, se e kam pak larg edhe ishin shumë të mira, sa herë që të shkoj do marr vezë, më dukeshin si vezë fshati, realisht. Mora këto të dyja, që unë i marr për sallat, dhe i le këtu edhe i haroeli, ka shumë qef kështu. Janë si buke thekur me këto janë me hudhër dhe me erëzat e tjera. Mora 2. Mund t'ju marr nesër ose i mbajnë të çanta edhe i han kur dalin nga shkolla. Mandarina. Edhe mora dhe portokalle. Kaq. Tani, këto bën diku te 6 pikë ca, kurse ato te Sainsbury nuk e mbaj mend, se 9.95 bën vetëm kafja. Shkon diku te 15 që edhe atje. Kështu i kin lekët ditë për ditë supermarket, ditëlindje, dhurata. Kishim 5 pound që i dhurojnë çdo half term për te secila klasë më duket. Në fakt Raili nuk e di a e kanë bërë, apo është vetëm kopshti edhe qerdhja, sepse i përdorin për të marrë rërën, për të blerë rërë të re, që ata lozin edhe gjitha gjërat që përdorin, kështu që maksimumi është 5 pound, po mund dhurosh edhe 1 pound. Dhurova 5 pound, pastaj Raili ka nesër një aktivitet me që është java e librit, edhe dita ndërkombëtare e librit nesër, i kam futur në zarf 10 pound, sepse 8 me 10 pound kushtojnë ato librat që do jenë si tip librarie që do e hapin aty. Thoshte që mund të shkojnë prindrit, fillon të sije. Mund të shkojnë prindrit, por do jemi lodhur, kështu pas punës, kështu që më mirë le ta zgjidhi dhe me shokët. Edhe pastaj ka një ekskursion, paguajta 4 pound tek ai aplikacioni i shkollës që kanë, e ka me 19 mars, edhe plus ditëlindjet. Alina! Kanë atë ekskursionin, paguajta 4 pound për Royalin, e kanë me 19 mars, edhe plus ditëlindjet, dhuratat. Kështu i kin lekët. Tani do mbush termosin tim, po me që e mora, thasht ju thoja, ato që kanë fëmijët këtu. Njerë uji i qezmës do me thënë, në Angli. Bare ke zhunë. Uji i qezmës në Angli, dhe i bësh mamit. O jo, do shkosh të marrë stolin, të lutem se rëzohesh. No, nuk rëzohem. Po je shumë larg nga ty, nuk kap do ta sfilxhanin. I don't want to. If you want, I can. Okej, prit pak të lutem. Edhe uji i qezmës që kanë këtu, a mund ta çosh pak xhupin e mamit atje, te dhoma? Faleminderit. Te dhoma ime po, merre. Uji i qezmës që kanë këtu, sa herë do e nis. Kam vënë edhe librin tim, i nxora krejt gjërat nga çanta. Është më i pastri që mund të ekzistojë, kështu thoni një ditë, nuk e di sa e vërtet është. Edhe normalisht që ka aromë klori, sepse kanë gjithë ujërat e qezmës, po që ne në shtëpi për shembull e blejmë ujin, e keni parë, po në shkollë ata përdorin ujë qezme. Dhe unë kur e mbaroj këtë, e mbush të qezma, siç e mbushin edhe mësueset e tjera, dhe siç ju japin dhe fëmijëve ekstra kur kanë nevojë ose kur ushqen në treg, është ujë qezme. Kështu që ndonjëherë kur ju harroni të blini ujë e bëheni merak, unë nuk e di, unë bëhesha Merja njëri dhe s'kemi ujë, na ka mbaruar ujë, sill ujë kur të fish, se më bëhesha merak që s'kemi ujë të blerë, t'ju japim, t'ju mbush termusin secilit për në shkollë. Nuk më besoni që nuk ka problem, mund ta mbushni nga qezma për një ditë, nuk bëhet nami. Se ata në shkollë pin ujë qezme. Ashtu si edhe unë. Nuk të gjenë që në fundit se është ujë i pishëm, por që fiksimi jonë base nga Greqia, Shqipëria, që është ky flok këtu, që ta marrim ujin, nga që uji i qezmës nuk është i mirë, ta marrim
ujë të blerë. Tani është pasdite, Roeli iku nuk erdhi më që të bëj kafen, edhe unë nxora i kisha vënë në akull këto, sepse kishin marrë te Costco që ka shumë biftek të tillë, qofte të mëdha po themi, se i them biftekaki nga Roeli, që kur ka qenë i vogël. Edhe i le që të shkrihen që sonte që ti bëj nesër në mëngjes, që duhet të shkojmë në 6. Nejse. Kështu. Erdhe Roel. Apo jo, kush është mbrapa meje? Unë. Erdhe që të bësh kafen? Po dua një gjë në hangër. Do të bëj unë? No, se ti e komplet. No, nuk hajmë cornflakes sa tani. Nuk është ora për cornflakes, atë prizën. Si e bën kafen e mami? O Roel! Jo mi mami, jo, faleminderit shumë. Ka jep mami vetë, se është lartë. Prit njerë t'ju të regoj që fixhani donte të merte për një ekspres kaq, si ta pija unë. Ty ta ktheja komplet. Okej, bëja kafe në mamit tani. Okej, ndërkohë, sa të ngrohet ajo, vendosi këto portokallet aty të koshi frutave. Bravo. Ashtu. E ndihmon mamin ti apo jo? E ndihmon? Që nuk flis ka qënim, sot s'pas ka zë. Kishe mendje në ty, Shqyqys qëlloj as një mandarine prishur nga këto, se ka qërë është gjysëm qese, gjysëm rije. E nuk I shikoj gjithmonë. Tani sa të Alina futet me kokë të koshi edhe I hap gjitha të koshi frutave. A ndodhë kështu? Po. E të përqefojon ty një herë. Bend our knees and then we jump. Jump! Hajde, qenë ke kombinuar me lullet sot, ti Alina. Me lullet e bukra. Hello! Nga e kam bërë këtë kështu sigur po bëj squeeze ndë një gjë. Nga një ditë tjetër, nuk e di kur kam filmuar për herën e fundit. Më duket se sot s'kam filmuar gjë. Edhe tje, që ju tregova që morëm në supermarket e njërën e tjetrën, kam hekurosur aq shumë rroba pas dite, se I kisha nga fundjava nuk kisha hekurosur, se iku e diela, plus që isha me temperaturë, ditëlindja, edhe iku, kështu që kam hekurosur dje, sepse sot kishin, nga që ishte dita ndërkombëtare e librit, kishin ditën që e shkojnë pa uniform në shkollë. Shumë ishin veshur të kopshti me kostume princezhash, me gjëra, ishte shumë cute, ti shikoj e kalamajt ashtu. Edhe kam mbaruar me hekurin, jo që s'do bëhet, se do vendos lavatriçën tjetër të bëhet prapë, po të paktën mos të kem shumë fare, se janë edhe ato 2 ditëlindjet në fundjavë. Edhe ju kam bërë pak a shumë dhe uniformat që të paktën të kem për ca ditë nga fillimi, nëse nuk arrit hekuros të shtunë edhe të diel. Tani nesër kanë shkollë normalisht, edhe unë punë normalisht. Deri në orën 2 kam qenë këtë javë dhe javën që kaloi. Edhe është ajo 1 orë e 20 minuta që s'di çfarë të bëjmë përpara, të pija të kafen time, të marr një gjë për të ngrënë, blende një gjë që mungon kështu me qasme kryesore që mungon në shtëpi, apo çfarë të bëj. Po gjithsesi mirë, nuk ankohem, nuk qahem, shumë mirë. Po pas shkollës nesër kanë karnavale. Edhe duhet blien biletat, 5 pound më duket një bilet, se po shkoj njëri do marrë dhe për tjetrin, se do shkojmë ta presim aty. Edhe I kam pyetur a doni, a nuk doni, edhe njëherë thon po, njëherë thon jo. Tani sonte than po, kështu që nesër në mëngjes duhet ju marr biletat, edhe do rim aty te karnavalet. Janë 1 orë gjysmë po njëherë, janë direkt pas shkollës. Roeli nuk kam dhe një kostum kështu, nuk e di, po më tha që
pa vendosur me Alinën që do vishte, tha unë nuk vesh kostum mami që ta dish. Nuk e di, nuk i pëlqejnë, është okay, është zgjedhja e vet. Dhe për Halloween nuk ka veshur gjë. Kurse Alina si kanë futur në çantë një fustan të Elsës më duket, po, me ca pupa të bardha, geta të bardha, t'ja vesh kur të mbaroj mësimin. Ajo ka ca fustane që janë tamam princesha, është të mëdha, edhe na i ka dhuruar një shoqe ime, që e përshëndesim nëse na ndjek. Kështu që nesër kemi karnavalet. Nuk besoj që do mund të filmoj ndonjë gjë, ose po filmova nuk do duket gjë, sepse do ta bëj që të mos duket, sepse janë dhe fëmijë të tjerë. Kurse sot nuk kam bërë asnjë gjë, thjesht kemi bërë dush të gjithë, edhe si duket kjo ngjyra si ngjyrë tulle, kështu nga drita, ngjyra e kuqe. Edhe do ulem të fle herët, se jam shumë e lodhur. Janë zgjuar sot që në 6:10, 6:01 çerek. Edhe pastaj u zgjova edhe unë në orën 6:05 u zgjova edhe unë, sepse bëra ato burger që ju thash nga dje. Edhe iku koha, ikën dita, nuk e di domethënë se si fluturon. E kam lënë krahrin, se pas kam një kështu, një flok që nuk rri drejt, një shtresë flokësh. Doja të bëja thonjt, por nuk kam durim. Flokët do i, se sonte preva vetëm balukët, do i pres pas nga java tjetër, se edhe ju heq të djekurat edhe shkurtohen pak. Kështu, thonjt, besoj, nuk e di, të mundohem base t'i bëj nesër që është e premte. Doja t'ju thoja se nuk e kam thënë, agjërim të mbar të gjithë besimtarëve musliman që agjërojnë këtë muaj, edhe gjithashtu edhe besimtarëve të krishterë, sepse fillojnë kreshmet e Pashkëve, kanë filluar më saktë. Edhe unë nuk e dija, vetëm më tha mami atë natë që bëhet pula, edhe petulla, edhe hudhra, edhe që janë tipike. Edhe nuk e dija, unë çdo ditë nuk mundem. Tani ajo është sakrificë, shekot thuash nuk mundem, se edhe mbahet, por që jam dhe të puna edhe është pak e vështirë, se s'duhet të hash disa gjëra specifike, mish pul, djath, vezë, qumësht, kos, këto përbërje që kanë gjallë të pulmetit, për shembull makaronat janë të bëra me vezë, nuk hahen. Ka plot gjëra që mund të hahen, po thjesht nuk isha përgatitur që ta mbaja edhe unë, po do mundohem shumë që ta mbaj të martave dhe të premteve. E premte është nesër, kështu që do mundohem shumë që ta mbaj, edhe agjërim sa më të lehtë për të gjithë. Nesër pastaj dua të shkoj të shikoj për një palë atlete të zeza, sepse aty tek puna bëhen pistë. Tani unë do i vesh edhe të bardhat, atletet që janë shumë të rehatshme dhe është gjuna, po që normalisht bëhen më shumë pistë, kështu që shpresoj të gjej një palë të zeza që të kenë dhe pak bazë, edhe të jenë të rehatshme dhe që të kombinohen me shumicën e rrobave, edhe ka mundësi t'i marr, sepse nuk po bie shumë rehat me çizmet, me atlete. Sot kisha veshur ato që janë ngjyrë pink e hapur, ngjyrë e hapur, edhe më shkeli një fëmijë nga sipër, edhe u bën fis. Është okay. Mund të shkeli dhe Reri me Alinën, kështu që është okay. Me janë tharë shumë buzët këto 2 ditë, nuk e di sepse, pra kam pirë ujë, edhe të puna kam pirë goxha. Se di. Tani unë do e mbyll videon për sonte, shkoj të bëj gati rrobat për nesër. Çantat jo kam bërë gati për nesër, edhe unë kam kështu fiksim të mendoj që në darkë që do hanë për mëngjes, sepse pastaj thjesht e dua çdo minutë programuar. Është mirë keq, për mua keq është se është e lodhshme kjo gjë, se në fundit Roma për Toma, thonë mund të hash një gjë tjetër dhe nuk bëhet nami. Po
hajmë buk me reçel nesër, me reçel nga Shqipëria. Do e haj dhe unë, që nuk do ha bulmete dhe misha edhe të tilla gjëra nesër, kështu që le të ham të gjithë për mëngjes buk me reçel. Kurse me veten nuk e di çfarë do bëj, se nga që nuk e kisha menduar, e do marr arraba jame, mund të marr ndonjë banane, ndonjë frut, ndonjë gjë kështu. Mirëmëngjes. E shikoni silozin që në pikë mëngjesit tu vrap, po sot e madh. Po sot paktën nuk u zgjuan si dje, pas bardhur dita akoma. Edhe unë sot jam zgjuar pak më vonë, edhe thjesht ju kam bërë buk me reçel, edhe sot po më del koha që të pi kafe në shtëpi këtu në divan. Okej, ja 7 minuta kam, po nuk kam kohë mi. Është mirë dhe 7 minuta. Duke djerë, nuk e dija do jetë ngrohtë, se dhe dje ngrohtë ishte, po mami është shumë zhurmë kaq e bërtitur, o mami, së është mëngjes. Tani po e bën për të qeshur, çfarë bëri të rrëzojë nga shkallët, hajde merri vesh. E kështu, uroj që të keni të gjithë një ditë sa më të bukur. Nuk e di nëse do filmoj sot, por po zgjedh ta bëj mbylljen e videos këtu. Rael, të lutem. I përcollat e dhoma për 1 sekond. Edhe po ju thoja që po e bëj mbylljen e videos këtu, sepse pastaj në darkë do vim të raskapitur. Edhe mbase vendos në një pjesës video, nuk e di, ta shikojmë. Por kështu, mos harroni të na suportoni me subscribe, like, komente, çfarë të doni ju, sepse kanali do punë që të shkoj të paktën aty ku ishte pas atij strajk që ka marrë. Edhe ta dija, jo s'do i kisha vënë, se unë nuk është se e ndjek, tani kam filluar ta shikoj pak pikun. Jo që s'do i kisha vënë, po edhe bëra edhe atë që quhet shkolla e copyright. Do vendos në një screenshot, po kisha mbajtur, sepse duhet t'i përgjigjesh pyetjeve që ka aty, që me gjasme ta dish çfarë është copyright, ç'a të vendosësh e ç'a jo. Edhe kështu. Iga tani, ta pi kafen se edhe pak minuta më ngelen. Shumë përqafime për të gjithë ju që më keni suportuar, më ndiqni, vazhdoni të më ndiqni, dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Edhe në videon e radhës do t'ju them edhe se nga kush i kisha marrë lulet dhe pse i kisha marrë lulet.